Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 9. Data 9 korrik të 2026. Si ditë e njëjtë që është një nga ditët që ndikojnë, ditët që resatojnë në atë çka është dhe atë çka duam të bëjmë. Data 9 korrik, ku Afrodita futet në shenjën e Virgjëreshës duke ndryshuar mënyrën se si përfitojmë në marrëdhënie, në punë, në gjëra të ndryshme dhe në përditshmëri. Afrodita në Virgjëresh nuk është shumë dramatike, por është praktike, e kujdesshme, selektive dhe e vëmendshme ndaj detajeve. Ai kërkon dashuri që tregohet me veprime, korrektësi, kujdes, përkushtim, respekt dhe gjithë gjërat më të vogla. Kjo është një periudhë më e mirë për të rregulluar marrëdhënien me gjëra të rëndësishme. Ndikojnë pozitivisht shenjat siç është Virgjëresha, Demi, Briciapi, sidomos të 10 ditësh të parë, si dhe Gaforia, Akrepi, Peshit të 10 ditësh të parë. Më me kujdes që duhet të jenë binjakët, shigjetarë dhe peshqit, sidomos të 10 ditësh të parë, sepse Afrodita në Virgjëresh mund të sjellë disa kritika, analiza të rëndësishme, por gjëra që duhen shikohen në marrëdhëniet, nëse ndikojnë në këtë drejtim, bëni pa kujdes. Dita është shumë e mirë për sa i përket çështjeve që lidhen me çështjet e shtëpisë, lidhen me rregullim dokumentash, detaje, por dhe një ndikim shumë të madh që ka të bëjnë tani në këtë periudhë, sepse për të blerë gjëra të rëndësishme në anën tuaj. Por njëkohësisht kemi të bëjmë edhe me disa ndikime të mëdha. Në dashuri, Afrodita në Virgjëresh nuk premton vetëm fjalë të mëdha, kërkon prova, prandaj është ditë e mirë për të treguar kujdes me veprime dhe për të rregulluar një keqkuptim, për të ofruar ndihmë, por jo për dramë romantike. Nuk është dita më mirë për propozime apo çështje teatrale, por me këmbë tokë të bisedohet për marrëdhëniet që duan stabilitet. Për punë është shumë e mirë për organizime, përmirësime imazhit profesional personal dhe marrëdhënie korrekte me kolegët. Është një nga ditët më të rëndësishme që do të thotë mundësi, që do të thotë korrektësi në lidhje me ndryshimin e madh që vjen drejt punës, drejt ndryshimeve të tjera që do të keni në lidhje me pozicionimin e planeteve ose të gjërave të tjera që do të keni nga ana e pozicionit të planeteve dhe të ndikimeve të mëdha. Në çështjet që lidhen me disa bisedime ose disa gjëra është ditë mjaft e rëndësishme. Para se të fillojmë parashkimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkimin e parashkimit detajuar kemi astrologo.al. Faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe doni. Duke zgjedhur paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes dhe më pas shkoni tek sekretaria dhe atje ose e keni damen një ndoni të bëni parashikim, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin tuaj, emailin mund ta dërgoni që shikoni atje. Dërgoni emailin dhe jeni gati pastaj për të dërguar, neve ju japim pastaj se si të komunikojmë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit nëpërmjet gjërave që doni të dini më tepër edhe të komunikojmë. Por do dërgoni emailin më përpara tek sekretaria. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, ne doni të dërgoni një mesazh dhe të merrni përgjigjen. Atëherë kemi pikërisht këtë butonin to. E klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që do thotë shenja e dashit. Për juve të shenjës së dashit, duket se korrektësia, vazhdimësia, mundësia që ju keni është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Disa ndryshime janë vendimtare. Koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e 10 ditësh të parë, me Virgjëresht e 10 ditësh të tretë, duket se i keni mundësitë për të zgjidhur problemin tuaj, për të arritur qëllimin tuaj, sepse koha është në anën tuaj dhe nuk e diskutoj dhe periudha është mjaft e mirë dhe perfekte në vazhdimsi. Në çështje që kanë të bëjnë me punën, me karrierën, me ndryshime të mëdha për të nesërmen e keni mundësinë dhe kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Briciap dhe me Luan është perfektja dhe jo problematikja. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë shenja e Demit. Për sa i përket kësaj shenje, duket se shenjës së Demit, Demi ka një periudhë që vërtet ndikohet
dhe supozojmë shumë gjëra që ndikojnë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por një mundësi është mjaft e mirë sepse lidhet me takime, lidhet me bisedime mjaft të rëndësishme, por gjithsesi juve e keni mundësinë dhe kohën e duhur për punën dhe për gjëra që do të diktojnë në anën tuaj dhe mundësitë të artit që do të keni. Në çështje shpirtërore, mundësitë që do të keni tani tutje janë në anën tuaj dhe pozicionimi i planeteve është në dorën tuaj. Në çështje shpirtërore, do të thotë që me ujor dhe me peshore duke se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e binjakëve. Me binjakët duket se tani tutje i keni mundësitë, keni kohën e duhur për të bërë lëvizjen e duhur, sepse binjakët gjithmonë janë një hapar se çfarë ndodh dhe mundësitë të arta që kanë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetar dhe me ndikimin e madh, që do të thotë një mundësi mjaft e mirë për sa përket punës suaj, që do të thotë me shigjetarët e ditësit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gafores. Për gaforet për tani në këtë periudhë ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime, në lidhje me bisedime të rëndësishme që keni, sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, por nëse shikojmë nga pamje jashtme, gaforet kanë disa mundësi. E zgjidhin problemin e tyre shumë kollaj. Por ka kohën e vet çdo gjë. Është momenti më i mirë i mundshëm tani. Stabilizimet, ndryshimet, mundësitë, periudha dhe jo vetëm kaq. Në lidhje me çështjet e dashurisë, duket se me dëm dhe me shigjetar është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Meqense luanët duket se supozojnë, rregullojnë, startojnë me ekonominë, me punën, me ndryshime, me vendime të rëndësishme që marrin tani tutje, është koha juaj, është momenti juaj. Është periudha ku ndodhin fenomenet dhe gjërat e tjera që do të diktojnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ekonominë, kanë bëjnë me dashurinë, kanë bëjnë me vendime, kanë bëjnë me mundësitë të arta ekonomike financiare. Një moment mjaft i mirë që keni tani tutje është periudha mjaft e mirë dhe solide në atë çka bëhet. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm dhe me akrep është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Meqense virgjëresha duket se tani për tani, jo se ka diçka në anën e tyre, por ka diçka shumë të mbar në lidhje me takime, në lidhje me bisedimet, sepse bisedimet duket se janë ndikuese, rrezatuese në anën e tyre. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse kjo është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë mbi ndryshimet dhe ndikimet e mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjakët e ditësit parë, me shigjetarët e ditësit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani tutje kanë disa mundësi të arta mundësore me plot bindje për një mijë arsye ekonomike, financiare, ndryshime, vendime, gjëra të rëndësishme për ekonominë dhe jo vetëm, janë çështje që janë të mbartura dikur ose kanë pasur probleme të ndryshme financiare, por vjen një moment tani, është një moment shumë i mirë, momenti i artë do ta thosha unë për ekonominë dhe për stabilizimin. Koha dhe ndryshimi më i madh që është tani tutje, i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problemin tuaj, për zgjidhur gjërat e pazgjidhshme, keni pasur shumë probleme në të shkuarën. Po vjen një moment tani, një moment i zgjidhjeve të gjithçkaje, se jeni me shumë fat dhe tepër korrekt me punën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gaforet e ditësit parë, britsapët e ditësit tretë, është perfektja dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, keni një diçka shumë të madhe për juve të kësaj shenje, sepse peshorët gjithmonë janë një hapar çfarë ndodh, një hapar sa çfarë ata kërkojnë dhe rrezatojnë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Me akrepët ka disa mundësi. Mundësia e parë është ekonomia, stabilizimi, koha dhe ndryshimi. Ndryshimi vjen duke parë në plan parë çfarë doni të bëni në punën tuaj. Çfarë doni të bëni në lidhje me korrektësinë, sepse jeni shumë korrekt dhe njerëzit ju kuptojnë për këtë gjë dhe duan t'ju japin disa punë plus. Mundoni këtu në lidhje me ekonominë është pak problem. Pra do ta shikoni në detaje këtë gjë. Çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me luanët e ditësit parë dhe me peshk është diçka shumë e rëndësishme. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë shigjetarët. Shigjetarët këtë periudhë e kanë pak a shumë të ndikuar, sepse vërtet kanë pasur shumë probleme të mbarta nga e kaluara, por kjo nuk është se ka të bëjë një gjë tjetër, që vërtet tani për tani do të thotë që është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse do të keni ndryshime, por këto janë ndryshime rutinë, do të thosha unë, jo diçka që mund të keni në lidhje me punën tuaj, lidhje me
anën edhe pozicionimin e planeteve, por ka diçka mjaft të rëndësishme mbi stabilizime dhe ndryshime të tjera që do të kenë tani tutje. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë shigjetar virgjëresh ka diçka shumë të mirë, por megafore është vetë jeta sepse stabilizoni diçka të rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e Bricapit. Për sa përket Bricapëve, Bricapët duket se tani ka nisur një ndikim shumë të mirë pozitiv në ekonomi, pozitiv në gjëra të rëndësishme, sepse periudha që keni juve, momenti që keni juve, është mjaft ndikues dhe tepër pozitiv mbi disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni, por megjithatë, edhe pse kjo periudhë është shumë e mirë, tepër ideale me anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve, sepse u jepet mundësia dhe koha e duhur për zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në vazhdimsi. Por për sa përket disa gjërave që mund të keni pasur disa çështje të lëna pezull dikur, por vjen një moment tani dhe ky është një moment mjaft i mirë dhe jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme për stabilizimin ekonomiko-financiar, për stabilizimin e veprimeve dhe vendimeve që do të keni, por gjithashtu ka diçka shumë të rëndësishme mbi punën dhe karrierën. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me dash, është perfekte, por gjithashtu edhe me peshore. Pse jo? Shkojmë tek shenja e radhës, që do thonë se shenja e ujorëve. Ujorët duket se udhëtojnë drejt një takimi të rëndësishëm për sa përket punës tyre, për sa përket korrektësisë tyre, dhe është momenti mjaft i mirë tani e tutje. Po çfarë ndodh në këtë aspekt? Dhe sa të dhënë jeni mbas ekonomisë, sa të dhënë jeni mbas asaj që ju e keni dhe si mundësi, por dhe si korrektësi. Po, është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi që vërtet tani e tutje juve sado që të tretët mund të flasin, sado që të tretët mund të ndihmojnë në ekonominë tuaj, në stabilizimin tuaj, duket se është një pozicion planetar mjaft ndikues, rrezatues në atë çka doni të bëni, dhe periudha që juve do të keni tani tutje është ana më e mirë e mundshme në ekonomi dhe në stabilizimet e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmt të ditës parë, me ujorët të ditës tretë është perfektja, por një kohë e përshtatshme dhe një kohë që vërtet juve keni mundësinë është mjaft e mirë dhe koha tregon që jeni me shumë fat të drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, edhe pse keni pasur probleme ju që janë ujorit në lidhje me punën dhe çështje shpirtërore, keni pasur një kohë të gjatë mbi disa ndryshime, por kjo ndodh për arsye të Uranit në shenjën e binjakëve që ka pasur mjaft debate, mjaft gjëra të rëndësishme, por tani erdhi momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike financiare, lidhje me biznesin dhe karrierën, por gjithashtu ka të bëjë dhe me një ndryshim shumë të madh financiar, me ndryshim shumë të madh në atë çka juve kërkoni, çka juve doni dhe të stabilizoni. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmt të ditës parë, me ujorët e ditës tretë që është perfekta, por një nga ndikimet më madhore dhe më pozitive do të thotë që është vetjeta për të stabilizuar ekonominë dhe ndryshimin e madh që do të keni. Por meqense kjo është periudhë mjaft ndikuese, është një periudhë që vërtet juve keni në anën tuaj, sepse ka të bëjnë me punën tuaj aktuale, ka të bëjnë dhe me ndryshim shumë të madh që keni në ekonomi, por dhe stabilizimin tuaj, por nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar. Por kujdes me Luan dhe me Akrep, nëse keni damenjen për bashkim familjar, keni damenjen për keni një bashkjetoni, ose ju keni një njohje të keni lidhje serioze, është momenti më i mirë i mundshëm për ta realizuar gjë të tillë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet ka rezervuar dhe rezervon shumë gjëra të rëndësishme, këta janë të shenjës së peshqve. Për peshqit mund të them shumë gjëra sepse duke pasur parasysh ndikimin e Neptunit dhe Neptuni që ka një ndikim mjaft të mirë dhe stabilizues për punën, për ndikimin e madh, por meqense juve keni një mundësi të punës dhe të karrierës, të ndryshimit dhe të vendimeve të mëdha që do të merrni, tani e tutje është një periudhë mjaft e mirë dhe shumë pozitive, sepse gjithmonë jeni një hapar sa çfarë ndodhi, gjithmonë i keni mundësitë për të zgjidhur problemin që keni pasur dhe mundësitë janë mjaft pozitive dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Bricapët e ditës parë, me gaforet e ditës tretë është perfekta, edhe pse një nga problematikat më të vogla që keni pasur dikur do ta zgjidhni, sepse do thotë me vigjeresh që keni përballë, sepse peshk vigjeresh është diçka shumë e rëndësishme dhe kjo mund të zgjidhet në bazë të dhënave dhe të ekonomisë, stabilizimit saj është momenti juaj dhe kërkesat për ndryshime dhe marrje vendimesh të rëndësishme është periudha juaj më e mirë e mundshme në anën tuaj. Por në anën e dashurisë duket se
me binjak të editit parë, me dash të editit tretë që është perfektja, një mundësi shumë e mirë që mund të rregulloni dhe të stabilizoni. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 9 korrik 2026. Por para se të dajmë bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë astrologo.al. Nëse dëshironi diçka atje, shkoni tek sekretaria, atje mund të dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Kam një rregull, më të mirë një uroj. Gjithë mira.